Ministri i Brendshëm Lulzim Basha ka deklaruar në Komisionin Parlamentar të Ligjeve se buxheti i vitit 2010 ishte më i suksesshëm për policinë shqiptare. Ai theksoi se ky buxhet bëri të mundur adoptimin e një sër reformash dhe sistemesh në zbardhjen dhe parandalimin e krimit, çka çoi në vendimin përfundimtar të 8 nëntorit, ku Shqipëria mori aprovimin për të lëvizur lirshëm në hapësirën Schengen. Sepse ju po e shikoni edhe në këtë kuadër të buxhetit procesin e heqjes vizave si një merit të atyre që morën vendimin. Absolutisht, vendimi u mor në bazë një vullneti politik dhe ne e përshëndesim. Por merita është e Shqipërisë, merita është e institucioneve shqiptare, merita është e qeverisë shqiptare, merita është e taksapaguesve shqiptare. Pra merita është kryekëput në Shqipëri. Ishin këto realizime që bën të mundur vlerësimi pozitiv në mënyrë fare objektive dhe strikte nga ekspertët e Bashkimit Evropian të kritereve që ne plotësuam. Ajo që ju them është, shikojeni projekt buxhetin e 2011 në këtë perspektivë. Në perspektivën jo më të investimeve të mëdha që ne bëm në 2010, por të konsolidimit të investimeve të 2010-s dhe do të shikoni që ndonse rritjet janë fare të lehta në disa projekte, nuk ka një prapësim të buxhetit në krahasim me 2010-ën. Dhe kjo, kur në të gjithë Europën, buxhetet e sigurisë kombëtare, buxhetet e policisë të kurren deri dhe me 12 apo 14%. Krahas pyetjeve për mënyrën e përdorimit të buxhetit nga ana e policisë, deputetët socialistë kërkuan transparencë dhe shpjegime mbi nivelin e krimit në vend. Futja në funksion e sistemit të evidentimit të krimeve të lehta dhe të rënda, vënia në eficiencë të plot e sistemit të inteligjencës kriminale MEMEX, ka sjell në një rritje prej 35% të evidentimit të krimeve nga policia shtetit. Krimi as nisi në 2005-ën, as nuk do të përfundojë në 2013-ën. Por lufta kundër krimit, që kjo mazhorancë dhe mazhoranca para saj ka ndërmarrë, ka qenë një nga faktorët kyç të përparimit të Shqipërisë dhe buxheti 2011-s nuk bën përjashtim nga konsolidimi më tejshëm i objektivave të përmbushura me sukses deri tani. Policia e shtetit u vlerësua për performancën e zgjedhjeve të 2009-s. Jo vetëm nga OSBE Odiri, por edhe nga vetë kryetari i Partisë Socialiste. Veçanërisht në timin e krimit të rënd, ndodhemi në një raport të përmbysur për herë të parë. Sfida është që ky raport të ruhet, që hetimet proaktive në vitin 2011 të jenë më të mëdha se hetimet reaktive. Pritet që ditën e hënë ky komision të miratojë buxhetin e ardhshëm për ministrin e rendit. Të thekur financiar.